Para se me njoft Allahun xhaleshanu, cilat janë burimet që na si besimtar ose si njerëz kur do qoftë për me njoft Allahun xhaleshanu. Janë 3. E para, Kurani. Nuk mundet kërkush ma na fol për Allahun xhaleshanu më mirë se sa vetë Allahu xhaleshanu për veten e tij. Kurani është fjala e tij, ndashëm me njoft kush është Allah e hapëm edhe lexojmë Kuranin. E nuk ka faqe të Kuranit përveç se përmendet Allahu xhaleshanu, bile shpeshherë edhe ranat nuk kalojnë pa u përmend Allahu xhaleshanu me një emër të tij apo në një tjetër. Forma e dytë për me njoft Allahun xhaleshanu është hadithet e pejgamberit alayhis salam. I dërgumi i tij që e ka dërguar Allahu xhaleshanu, çka po na thot? Kush është Allahu xhaleshanu? Ai e njeh më mirë mas miri për krejt njerëzve, të dëgjojmë ato se çka po na thot. Edhe forma e tretë për me njoft Allahun xhaleshanu ose burimi i tretë për me njoft është krijesat e tij. Kur të shikojmë madhështinë e gjërave që ka krijuar Allahu xhaleshanu, dash tokës, dash qiejve, dash detit, dash vet njeriu ton, vet qenies ton, vet njeriu e shumë krijesa e sheh sa i gjithdijshëm është Allahu xhaleshanu, sa i plot fuqishëm është, sa i urtë është, sa i mëshirshëm e kështu me radhë. Pra këto janë burimet ka na e njohëm Allahun xhaleshanu.